Ky ilustrim që shihni nën titullin Censura duket mjaft aktual sot pas ngjarjes së të mërkurës në Paris. Vepra është e vitit 2007 dhe mban firmën e një prej karikaturistëve dhe piktorëve më të njohur shqiptar Agim Sulaj. Duke folur për Agon Channel nga Italia, ku jeton prej vitit 1990, Sulaj zbulon se 3 prej 4 karikaturistëve që u vran nga terroristët, përfshi edhe drejtorin e revistës Charlie Hebdo, i kishte miq prej vitesh dhe se ndihet thellësisht i tronditur. Dije ka qenë një tronditje si njeri, fillimisht, si mik i tyre, sepse unë 3 prej tyre i kisha shok, duke filluar që në drejtori, Stefan, edhe Bolinski dhe te Tonjus. Por çdo të thot për një karikaturist të realizojë të tilla ilustrime provokuese, qofshin këto edhe të temave të nxehta si feja. Vetë Sulaj njihet për punën e tij në tema si liria, emigracioni apo diktatura, shumë prej të cilave kanë pushtuar të përditshmet italiane, duke fituar edhe konkurse. Për ne është shumë normale të punojmë. Lapsi jon gjithmonë ka luftuar të metrat e njerëzimit. Jo, ne nuk jemi kriminal në kuptimin e mirëfillt të fjalës. Ne duam që nëpërmjet humorit, siç është ligji i humorit ose i karikaturës, ta shprehim ka qenë i përjetshëm, të rregullojë njeriu nëpërmjet satirës. Pas barbarisë së të mërkurës në Paris, karikaturistë nga e gjithë bota janë bashkuar duke protestuar ndaj sulmit terrorist me formën që ata dinë ta bëjnë më mirë veprën e tyre, ndërsa karikaturisti shqiptar e mbyll me këtë mesazh. Do të mprejmë lapsin më shumë, është vetëm një armë jona e fortë për të vazhduar punën edhe krijimtarin tonë.